Mirë mëngjes të dashur ujorë, do bëjmë një mesazh për ju. Shikoni veten, kjo është një letër që tregon një lodhje të skajshme të dashur ujorë. Këto lodhje mund të vinë në forma të ndryshme, gjithë secili din ku, si ka rritur deri këtu. Me një farë mënyrë është kogja e dhimbshme, një qenie e raskapitur e ngujuar në një makinerinë që vetë e ka ndërtuar. Kur them vetë e ka ndërtuar, shpeshherë kemi tendencën njerëz, unë, ti, gjithë të drejtojmë nga të tjerët. Më bëri, më duhet të jem kështu, më duhet jo. Pse po them një makineri që kemi ndërtuar vetë? Nga që jemi aty vetë dhe po e bëjmë vetë, nuk po e bën dikush për ne. Do thotë, nuk jeni robot, jeni njeri. Lodhja që jeni duke ndjerë, qoftë emocionale, qoftë shpirtërore, qoftë fizike, çfarëdo që të jetë, nuk vjen vetëm nga puna apo obligimit, por nga përpjekja e vazhdueshme të dashur ujor për të funksionuar, për të qenë produktiv, për të mos u ndalur. Kjo letër është një letër alarmi. Nëse nuk pushon vetë, trupi dhe shpirti do të detyrojnë të ndalesh. Pra, është një letër alarmi. Çfarëdo që jeni duke bërë, që e dini dhe e keni të qartë që e keni tepruar, duhet të ndaloni tani. Lëre një gjë pa bërë. Po, lëre. Nuk do shëmbet bota. E ke të qartë, absolutisht. Ke nevojë për një frymarrje, për një pushim, për ta mbledhur, rikuperuar veten. Dëgjoje trupin tënd. Të flet para se të rrëzohet. Kjo është mesazhi për ju. Çfarëdo që jeni duke bërë të tepruar, ndalo tani.